A është okej? Të nderuar zëvendës ministra që të vishte shaj. Let's ball, good. Hadi koyu. Tu e marrë është. I situar ku i më marrë. En stumit. Po, çfarë është sekond? Është tras. Është diku në media servo, por është po ju fal. Po kanë për të qenë kultura e problemi. Sir. Okay. This is the translator. No pan bude govorio ništa, to je bar nešto. Ja ću da čujem ovdje, pa ću to vaš. You can record the translation in full. Okay. Maybe you use it. Okay, why not? The easiest way. Yeah. Just Već tu mas folje për shkak se keni mikrofon. Što do mi danka? Niješ se i kam mikrofon. Zato që to mas shkok mas folje për shkak. Kaže, ne rugaš me. Malo nazad, što je mikrofon tu pa će se čuti treba. Da ne strepimo. Sot po e përurojmë përfundimin e një projekti madhor të Iberlepensit,
siguria ujore dhe mbrojtja e kanalit. Pranë kësaj pjesë të kanalit të ujit që tani nuk është më i dukshëm dhe për një arsye të mirë, sepse është rehabilituar dhe me kërkesë të banorëve këtu është mbuluar për të arritur sigurinë për të gjithë. Prej se është ndërtuar në vitet e 80-ta, ky kanal ka qenë infrastrukturë jetike për Republikën e Kosovës. Kanali që nis në këtë komunë dhe i përshkon 49 km deri në Prishtinë, siguron ujin për termocentralet tona që prodhojnë deri në 90% të energjisë sonë, për tokën bujqësore në rrafshën e Kosovës dhe për fabrikat e ujit të pijes që furnizojnë 9 komuna me mbi 500.000 banor. Prandaj, mbrojtja e tij nuk është thjesht një çështje lokale dhe as vetëm teknike. Është mbrojtja e jetës së përditshme të Republikës, e dritës në shtëpi, e ujit nga rubineti, e prodhimit në ekonomi dhe e bukës nga ara. Përmes këtij projekti, në vlerë prej 18 milion euro, janë rehabilituar 37 segmente kyçe për gjatë 49 kilometrave të kanalit, si dhe është ndërtuar një buffer rezervuar, ose rezervuar kompenzues, me kapacitet 30.000 metra kub, i cili mundëson furnizim emergjent për termocentralet ose ujësjellësit në rast nevoje emergjente. Ky projekt dëshmon se Republika jonë nuk mjaftohet me reagimin ndaj rrezikut, ajo ndërton kapacitete që rreziku të parandalohet dhe shërbimet esenciale të vazhdojnë të ofrohen me cilësinë e duhur pa ndërprerje. Ne zgjodhëm që për urimin e projektit ta bëjmë pikërisht në këtë vend, ku kanali dikur ka qenë rrezik për banorët, por ku sot ndërmarrja Iber-Lepens investon në infrastrukturë, punëson qytetarët dhe e përmbush misionin e vetë për shtetin. Komuna e Zubin Potokut e zë një vend të veçantë në Republikën e Kosovës. Ndërmarrja Iber-Lepens ushtron një pjesë të mirë të veprimtarisë së saj pikërisht në këtë komunë, duke punësuar rreth 60 banorë të kësaj zone, shumica nga komuniteti serb. Pastaj, këtu në Zubin Potok ndodhet liçeni i Ujmanit, me 350 milion metra kub ujë e mund të arrijë në 370 milion metra kub ujë. Kësaj Ujmani ka ujë sa gati 3 herë rezervat e Batlavës, Badovcit e Radoniqit marrë së bashku. Në Zubin Potok ndodhet edhe hidrocentrali i Ujmanit, më i madhi në vendin tonë, me kapacitet prej 35 megawatt. Mbulimi i këtij segmenti prej 400 metrash ka qenë komponenti veçantë i projektit. Ndërmarrja e ka parapar këtë komponent për sigurinë e kanalit dhe për të mirën e banorëve të Zubin Potokut, si dhe ka financuar tërësisht me mjetet e veta rreth 1.1 milion euro. Si rezultat, kanali do të jetë më i sigurt dhe më i mbrojtur ndaj çdo dëmtimi, ndërsa sipërfaqja e mbuluar do të jetë në dispozicion si hapësirë publike për aktivitetet e komunitetit. Ky është investim në ujë, por njëkohësisht është investim në sigurinë kombëtare, në sigurinë publike dhe në besimin e qytetarëve, pavarësisht etnisë e vendbanimit dhe dëshmi se shteti është i pranishëm aty ku jeta e përditshme varet prej tij. Ndërmarrja Iber-Lepens do të vazhdojë të përmbush misionin e vet dhe t'ju shërbejë qytetarëve të gjitha komuniteteve pa dallim. Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdojë të investojë në veri, jo vetëm me fjalë të largëta, por me siguri të afërt, vende pune, shërbime publike cilësore dhe hapësira publike ku qytetarët trajtohen e takohen si të barabartë. Urime përfundimi i projektit. Faleminderit punëtorëve, inxhinierëve, ndërmarrjes Iber-Lepensi, Bankës Botërore, Ministrisë së Ekonomisë dhe të gjithë atyre që bën të mundur këtë ditë të gëzueshme.
I nderuar Kryeministri I Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, I nderuar zotri Nenad Rashiq, Ministër I Qeverisë Republikës së Kosovës, Ministër I Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, I nderuar kryeshef zotri Faruk Mujka, I nderuar kryesues I bordit zotri Bajram Mustafa, të nderuar antar të bordit të IBER Lepencit, zëvendës ministrat, Ministrisë së Ekonomisë, Geto Armieku e Triera Kasumi Berisha, kryeshef I KRU Mitrovicës, zotri Bashkim Kurti, punonjës të IBER Lepencit, famisit, të gjithë ju që jeni angazhuar në këtë projekt, të dashur qytetar të Zubin Potokut. Është kënaqësi e veçantë që t'jemi këtu sot për të përuruar një projekt të rëndësishëm për sigurinë e kanalit dhe sigurinë ujore të Republikës së Kosovës. Herën e fundit që kemi qenë këtu ka qenë para rreth një viti kur puna në këtë pjesë ka filluar, e ndërkohë që kishin kaluar më pak se 6 muaj prej se ishte përfunduar rehabilitimi asaj pjesës së kanalit që ishte cak I një sulmi terrorist. Ky rast na bëri më së miri ta kuptojmë e ta ndjejmë thellë atë që të gjithë e dimë racionalisht që ujmani është jetik për sigurinë e vendit tonë, duke qenë jetik edhe për furnizimin me ujë, edhe për rezervat ujore, duke pasur 2/3 e rezervave të gjithë Republikës së Kosovës, mirë po edhe për furnizimin me ujë të rreth 500.000 banorëve të Republikës së Kosovës. Mirë po, shteti dhe institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike nuk janë aty vetëm për të reaguar kur ka sulme, mirë po edhe mirëmbajtja e rregullt dhe e duhur e infrastrukturës kritike është po aq e rëndësishme për sigurinë. Ky projekt që po përorojmë sot ka dhënë 3 rezultate kryesore. E para e ka rehabilituar kanalin dhe rikthyer kapacitetin e tij fillestar. E dyta e ka përmirësuar cilësinë e ujit dhe e treta e ka modernizuar mënyrën se si monitorohet e menaxhohet e gjithë kjo infrastrukturë kritike. Rezultati I parë është rehabilitimi I plot I 10 kilometrave të kanalit. Segmentet e dëmtuara janë veshur me beton të ri të armuar, ndërsa pjesët me dëmtime strukturore dhe rrjedhje aktive janë sanuar. Në pikat kritike, kapaciteti rrjedhës është rritur për 1.3 metra kub ujë në sekond. Pra, kanali është kthyer në kapacitetin e tij hidraulik origjinal dhe është rritur sasia e ujit që mund të kalojë në mënyrë të sigurt nëpër pikat ku sistemi kishte vështirësi më të mëdha. Kjo nënkupton furnizim më të qëndrueshëm për ujësjellësit, më shumë siguri për prodhimin e energjisë dhe më pak rrezik nga ndërprerjet e ujit. Rezultati I dytë është përmirësimi I cilësisë së ujit. Ju e dini që jo rrallë ndodh që në komunat që furnizohen nga KRU Mitrovica ose KRU Prishtina kemi reduktime si rrjedhoje turbullirave të ujit. Me rehabilitimin e kanalit janë krijuar kushtet që turbullirat e ujit të ulet për rreth 50%. Kjo do të thotë që uji që arrin në impjantet e trajtimit të ujit pastaj do të ketë më pak papastërti e sedimente dhe kjo ka rëndësi të drejtë për drejtë për impjantet që furnizojnë 9 komuna dhe mbi 500.000 banor. Rezultati I tretë është instalimi I sistemit SCADA përgjatë kanalit. Për herë të parë IBER Lepenci do të mund ta monitorojë automatikisht 24 orë në ditë rrjedhën, nivelin dhe cilësinë e ujit. Tani do të thotë që problemet eventuale do të mund të identifikohen menjëherë, të përcaktohet vendi ku ka ndodhur rreth dhe të ndërhyhet më shpejt. Të gjitha këto arritje, rehabilitimi I kanalit, përmirësimi I cilësisë së ujit dhe modernizimi e menaxhimit të tij I shërbejnë një qëllimi të përbashkët, rritjes së sigurisë ujore dhe garantimit të furnizimit të qëndrueshëm e cilësor për qytetarët, për ekonominë e vendit e për sistemin ton energjetik. Falenderoj Bankën Botërore për partneritetin dhe mbështetjen, ndërmarrjen IBER Lepenc, si dhe kontraktorin FAMIS, punëtorët e inxhinierët që kanë qenë të angazhuar vazhdimisht që ky projekt të kryhet me sukses. Pas kësaj do të kemi mundësinë që të vizitojmë gjithashtu rezervuarin Bafer, të cilin e kemi përuruar vitin e kaluar, mirë po që do ta shohim së bashku për të parë se si edhe siguria e rezervave për Kekun e për KRU-t do të përmirësohet në atë pjesë. Šefovi agencije, direktori, predstavnici Svetske banke, meni je drago što još jedna etapa praktične implementacije dolazi do kraja, jer evo ja sam igrom slučaja ovdje bio I juče nekim našim programom I planom koji mi radimo na jednoj vrlo individualnoj bazi, ili da tačnije kažem, to su projekte koje mi radimo za jačanje poljoprivrednih kapaciteta
i drugih opština, ali takođe naravno i Zubinog Potoka, koji je jedan od naših glavnih prioriteta i u budućem periodu, a i ovo što sada radimo, ali takođe u družnim snagama kao sa gospođom ministarkom Rizvanoli, koja se bavi ovakvim strateškim programima i projektima koje imaju za cilj jedno kolektivno opšte dobro, što mislim da je najbolji pokazatelj da smo mi na jedna dva osnovna stuba postavili naše prioritete, a to su pre svega ova infrastruktura koju sada gledamo, a takođe i sa naše strane ono što mi radimo, jačanje individualca, jačanje porodičnog biznisa da bi moglo i samo društvo da se razvija i bude jače. Ja mogu najiskrenije još jednom da se zahvalim za ono što ste uradili u celom procesu pripremanja, renoviranja, osposobljavanja jednog najznačajnijih po meni tog dotoka vode koji će, siguran sam, našim građanima puno značiti, ali takođe molim da ovo ne bude sve. Da ono što imamo dalje u našem programu, čak i u planovima, su jačanje tih vodoprivrednih kapaciteta i u drugim opštinama na severu, ali takođe i drugih projekata koje bi mogli suštinski sa ekonomske strane da razviju društvo i pogotovo ljude na severu, jer su previše dugo živjeli u jednom vakumu neinformisanja. Për prezencën tuaj në këtë inaugurim të projekti kaq të rëndësishëm, siç është projekti Siguria e Ujit dhe Mbrojtja e Kanalit, që ndikon dukshëm në rritjen e stabilitetit dhe kualitetit të furnizimit me ujë, pikë së pari për Këru Mitrovicën, Këru Prishtinën dhe Kekun, që janë nga institucionet më të rëndësishme në vend. Projekti që po inaugurojmë sot nuk po ndikon në rritjen e sigurisë dhe stabilitetit të furnizimit me ujë. Nuk është thjesht vetëm një investim në infrastrukturë, por një investim në sigurinë kombëtare, mirëqenien e qytetarëve tonë dhe në ekonominë e vendit tonë. Uji është burim i çmuar i jetës dhe siguria e furnizimit me ujë është një prej prioriteteve kryesore për çdo shoqëri që synon zhvillim të qëndrueshëm. Me këtë projekt ne po garantojmë që qytetarët e 9 komunave të Republikës Kosovës, si dhe impiantet e Kekut, do të kenë një furnizim të qëndrueshëm dhe të sigurt me ujë edhe në kohërat më të vështira.